Rikthehet në Vlorë për një mandat deputeti Damian Gjiknuri. Ish deputeti i qarkut të Vlorës dhe ish sekretari i përgjithshëm i Partisë Socialiste Shqiptare, një nga figurat më të rëndësishme të kësaj partie, do të garojë për zgjedhjet e 11 majit në qarkun e Vlorës. Rikthehej me shumë kënaqësi në familjen socialiste të qarkut të Vlorës, ku me punën e palodhur dhe angazhimin e përbashkët shënuam rezultatet më spektakolare, me fitoret e një pasnjëshme dhe me përqindje votash rekord në 3 procese zgjedhore në 2017, 2019 dhe 2021, thekson Gjiknuri. Rikthehem për të çuar përpara punën që lam në mes për shkak detyrave të reja që mu ngarkuan si sekretari i përgjithshëm dhe drejtues politik i Partisë Socialiste në qarkun e Elbasanit. Falenderoj kryesinë e Partisë Socialiste dhe drejtuesin politik të qarkut Bledi Çuçi. Së bashku e bëm Vlorën të ndihet krenare dhe konfirmuam se ajo mbetet shpirti dhe zemra e socialistëve, thekson Gjiknuri. Ajo ka qenë, është dhe do të vazhdojë të jetë lokomotiva që udhëheq Partinë Socialiste drejt sukseseve elektorale, që në ditën e parë të angazhimit tim politik jam udhëhequr nga disa parime dhe kam patur për mision të rinë lartësinë e vlerave dhe kontributit të babait tim, i cili ishte jo vetëm aktivist i nderuar i shoqërisë civile, por më tej edhe ndër deputetët e parë të Partisë Socialiste, thot Gjiknuri. Nuk kam patur kur iluzionin se me përfshirje në politik nuk do të merrja kosto e nuk do të tentonin të më baltosnin. Më rëndësi për mua ka qenë të jem besnik i trashëgimisë qytetare dhe politike të familjes time. Kam qenë gjithmonë besnik i vlerave të majta socialiste dhe kam shërbyer në çdo moment kudo dhe ku më kanë dhënë besimin të shërbej. Një angazhim gjithnjë në mbrojtje e respekti interesave të çdo qytetari shqiptar dhe pa diskutim edhe të çdo antari simpatizanti të Partisë Socialiste të Shqipërisë, thekson Gjiknuri. Ndërkaq, kandidati në listat e hapura për deputet në qarkun e Vlorës, Damian Gjiknuri, në një komunikim për mediat gjatë kësaj teje, tha se në 17 vite politik i ka fituar të gjitha garat. Në forma zgjedhore parashikoi edhe listë hapur dhe listë mbyllur. Damian Gjiknuri ka 17 vjet në politik, ku të gjitha fushatat i ka fituar. Kështu që për mua unë të gjitha garat i kam bërë sikur kam qenë majoritar, ose kam qenë drejtues politik me objektiva konkrete që gjithmonë i kam realizuar. Kështu që për mua rikthimi në Vlorë është një mundësi e mirë, është një qark që unë kam dhënë shumë, kam lidhje shumë të forta dhe kam kënaqësi të kthehem prapë aty ku mund ndërprer jeta politike për shkak të delegimit të funksioneve të mia në Elbasan apo si sekretar përgjithshëm. Kështu që e mirëpres garën, ju uroj suksese të gjithë dhe të gjithë kandidatëve të Partisë Socialiste. Jeta është e bukur se ka varietete të ndryshme, kështu ndodh në politikë. Kështu që në këtë pikpamje kombinimi i vlerave dhe aspektit të caktuar njerëzor, qoftë nga kontributet apo dha ata me pak kontribute, e bën një parti politike më të larmishme, më të shëndetshme dhe besoj më demokratike. Kam thënë që ky sistem është krijuar për të mbrojtur figurat politike dhe nuk ka qenë thelbi siç aplikojnë shtetet e tjera. Megjithatë Edi Rama, kryetari i partisë, është njëri që guxon, eksperimenton dhe mendoj që edhe kjo formulë mund të jetë shumë e suksesshme dhe pse jo ne të arrijmë një rezultat më të mirë se herët e tjera.